Makthi i Izraelit, plani Koreas së Veriut për të armatosur Hamasin me armë bërthamore në luftën Izrael-Palestinë. Në konfliktin e qëndrueshëm midis Palestinës dhe Izraelit, ka një lojtar të papritur që ka tërhequr vëmendjen globale, Korea e Veriut. E njohur botërisht si një nga kombet më të izoluara në dekadat e fundit, Korea e Veriut është distancuar nga gjeopolitika globale, i shmangur globalizmit dhe ka refuzuar me vendosmëri mbështetjen në çdo entitet të huaj. Megjithatë, gjatë përleshjeve të fundit midis Izraelit dhe Hamasit, Korea e Veriut bëri një deklaratë. Ata fajsuan plotësisht Izraelin për gjaknerdhje në Gaza, edhe më befasuese ishin raportet që sugjeronin se Korea e Veriut mund të ndihmonte grupin palestinez Hamas duke furnizuar me armë. Kjo na shtyn të pyesim, cila është saktësisht marrëdhënia midis Koreas së Veriut dhe Palestinës dhe çfarë roli luan Korea e Veriut në konfliktin Izrael-Palestinë. Le të thellohemi në këtë. Historikisht, Korea e Veriut ka pasur marrëdhënie miqësore me disa vende të lindjes së mesme. Për vite me radhë, Korea e Veriut ka furnizuar teknologji raketore dhe armë për vende ndryshme në lindjen e mesme, duke përfshirë Iranin, Sirinë, Libin dhe Egjiptin. Në një përpjekje për të penguar këtë, Izraeli thuhet se i ofroi Koreas së Veriut një investim të huaj prej $1 miliard amerikan për operacionet e minjerave të arit në këmbim